Ka një tim të SPAK dhe në mos gaboj, në datën 12 prill të këtij viti, ka marrë të pandehur, ka marrë në nënhetim me akuzën për shkelje të barazisë në tendra, Klejda Angjelën, sekretare përgjithshme. Këta komisionin tendra. Teuta Balilin, pra komisionin e vlerësimit të koncesionit. Të koncesionit. Dhe, pra, këtë hetim ka SPAK-u aktualisht. Ndërkohë, një nga problematikat që ka SPAK-u, për rastet që ka të bëjë me korrupsionin, është koha dhe hapësira. SPAK-u pret në jetë të piqen kushtet që ata të kryejnë veprimin. Ndërkohë, ky është një investim strategjik i qeverisë shqiptare, i cili ka një impakt shumë të madh edhe mbi ekonominë shqiptare, edhe për qytetarët shqiptarë. Dhe kur ti shikon një konflikt aty, i cili përveç se çon në fund këmbëve imazhin e shtetit shqiptar, është edhe qesharake kur ti aty shikon lloj-lloj njerëzish, në një konflikt që nuk jep zgjidhje as policia e shtetit, as prokuroria e Vlorës, po them prokuroria që është aty lokale, sepse vetëm në momentin ka kallëzime dhe prokurori Tiranë. Po them, që nga atë rast dhe le më pastaj më mbrapa, kur ti ke deklarimet publike të ish-vendkryeministrit Zonjë Balluku, të ministrit të linjës, të kryeministrit, pra vend për të hyrë SPAK-u dhe për të hyrë shpejt, ka. SPAK-u e ka hapur një hetim, pra po merret me komisionin e tendrit, por nuk është ky e koncesionit. Por nuk është ky problemi i madh që kemi sot. Problemi i madh që kemi sot është kemi ngelur në një ngërç që është qesharak. Secili nga ata merr një grup gangsterësh me një polici private dhe përballen atje. Ore po do vriten. Kam për të vrarë. Aty do ndërhyjnë pastaj. Po ndodhi ai. Duhet vriten. Po ndodhi ai, jo, po kjo është këtë kërkojmë kur them hetim në kodën e hapësirës, pikërisht parandalimi. Nëse ne do ndërhyjmë mbasi të ndodhur, se nuk është çudi të ndodhë herë tjetër, me ata që pashun atje në fundit, secila nga palët ka marrë muskujt e vet. Ata një ditë do të dalin nga ajo kontrolli që kanë. Dhe nuk është çudi të ndodhin para kësaj situate, por më tepër që na ka bërë një vend qesharak. Kemi dy aksionerë, të cilët janë futur në konflikt me një tjetrin, edhe kanë lënë shtetin, po sikur të ndodhi dhe portit Porto Romanës që kemi ne. Po sikur të ndodhi këta Jekurudhët që s'mbaron kurrë. Që është Jekurudh, ai tjetri me kazmë me lopata mbaron për 6 muaj. Unë nuk e di sa vjet ka Jekurudha e famshëm që kemi ne. Pra, nëse ne na ndodh në çdo sektor që aksionerët e kompanisë, masi kanë marrë koncesionin, krijojnë një situatë të tillë. Pra sot djera nga palë thotë unë dua të punoj, thotë mos më lë ky tjetri. Ai tjetri edhe brenda jo thotë ti s'mund të vish të punosh këtu brenda ato, sepse pa u sqaruar këtë situatë. Dhe në fakt, gjithë ky konflikt nuk po ndodh se ata ortakët, pra Valoni dhe Bexheti janë në një konflikt mes tyre. Konflikti është më i madh. Por asnjëri nga ata nuk e thot kush përgjegjësia e shtetit dhe me kë zyrtar të lartë ose politikan të lartë. Ata kanë bërë deal, me kë kanë bërë marrëveshjen ato? Në fakt kanë ndihmuar. Ky është problemi i madh. Kanë ndihmuar tani pak. Tani ata nuk mund të inkriminojnë veten, ne nuk mund ta presim këtë. Po tani, nëse duan të zgjidhin situatën, shiko. Jo, si të zgjidhin situatën, thonë. Ne jemi qytetarë të Shqipërisë, duam aeroportin punë. Ore, shiko, mbas ata. Në këmbim të aksioneve. Mbas ata. Po pikërisht ti duhet thot ai, cili ministër shqiptar i ka thënë që kur të mbarojë punimet kaq % aksioneve do kalojnë këto llogari. Se dikush e ka bërë këtë. Ë? Kështu ka ndodhur, prandaj janë aty ata. Cili e ka bërë? Kush është ai i lartë që ka krijuar këtë situatë? Sepse ne sot shohim vetëm pikën fundore, ata që përplasen. A ka shanse të zgjidhet kjo çështje apo do të ndryshë shteti? Kështu siç ka nisur ylli. Duhet të ndryshë shteti, nuk ka shanse. Por vendimi i gjykatës lartë. Vendimi i gjykatës lartë ka rrezuar dy vendime të shkallëve të tjera. Ata kanë bërë kundër. Duhet të zbatohet vendimi i gjykatës lartë dhe minimalisht të mbarojnë punimet që të mos ketë kosto të patën ekspozimi për arbitrazh, duke qenë se kemi një vendim të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, zotit Enea Karakaçi, që i kalon vetëm 30 ditë kohë para 2 javëve në mos gaboj, pra edhe 2 javë kanë vetur. Selim Pacolli tha po na la tha për 1 muaj e mbarojmë ne tha, për 30 ditë e mbarojmë. Jo, nuk zgjasin 30 ditë certifikimet. Jo tha për punimet. Madje po të shohësh edhe punimet nuk shkojnë më shumë se 70 milionë euro vlera e investimit, ku kanë faturuar me kushte tregtare, ku MAPCO veti ka dhënë hua kompanisë Via, ndërkohë që Valona Ademi me 2A grupin ka faturuar me normë fitimi. Atëherë ku e ke koncesionin këtu të bie të rrezohet koncepti koncesion? E kishe bërë me prokurim publik, hapje garën pastaj merre kompaninë e operimit, ndaje të ardhurat, po kështu është kushdo gjë e ke tentativën ta bësh me korrupsion dhe me paracaktim. Këtë do ta bëj ky, pastaj nuk më pëlqen
personi në fjalë dhe të futet E në rëndësishme është që ne nuk kemi aeroport. Dhe për këtë vit ne s'do kemi aeroport. Lideri global që ndërhyn tek të gjitha. Sigurisht, prandaj thashë ajo është lart, dilli është bërë lart. Sot ne po shohim vetëm pikën fundore. Por ai që ka bërë këtë gjë, duhet ndërhyj për ta zgjidhur se s'mund të shkojë kështu. Iku viti kaluar. Nuk do ta zgjidhë ai do të ndryshojë aksionerin atje. Shikon, ne si qytetarë na intereson të bëhet aeroporti dhe pastaj ta zgjidhin gjykat ku të duan ata. Jo, mua si por në moment që ai bllokon aeroportin, e di çfarë më intereson më shumë Martan? Që çështja të mos shkojë në arbitrazh dhe shteti shqiptar nga dehja të bëj gabime dhe nga forca, disa zyrtar, disa për shkak të delirit të pushtetit, disa për shkak sepse korruptohen edhe kur çështjet janë në arbitrazh, të bëjnë gabime. Pra rrezikohet arbitrazhi. Po patjetër. Po sepse e ka kërcënuar disa herë zoti Pacolli. E gjet Pacolli është duke luajtur gjithkohon për arbitrazh. Dhe kërkon me sa kam kuptuar një shpërblim rreth 310 milionë euro. Dhe Bexhet Pacolli mund të ata do marrin 700 se është plani biznesit për Po ajo është 700 milionë euro. 700 janë të ardhur. Marrin ata pa bërë fitim. Pare aeroportit e kështu. To. 700 janë të ardhur ajo. Bëri do të tralin Beketi. Beketi këtë punë ka bërë. Atë i ishte mjesht. Ai hapi kantieri Kalivaçe. Pacolli i ka hyrë kësaj rrugë fort, Po tani me çash shkruan edhe. Por me lek pa harxhe, mos është. Çdo gjë e ka me studio ligjore, pra rrugën ligjore, ai është duke e respektuar, duke e dokumentuar, duke sikur doli në një intervistë ku dha paralajmërimin e fundit që të mos hapte betejë ligjore në mos gaboj tek zoti Fevziu. Aty artikuloi dhe shifrën e investimeve që nëse mblidhet shkojnë diku te 310 milionë euro që pretendonte. Pra, ajo intervistë. Pra e thënë me 2 fjalë, me 3 fjalë, me 1 fjalë çdo më thënë, Pacolli gjithmonë fiton. Nëse shkon kështu situata? Allah, thoj, ç'ky bën. Pacolli ka mundur Jelcinin dhe rusët o burë. Ajo është një... Aty duhet të hyjë spaku dhe aty duhet e tuar me themel, duhet në tuar... Duhet të hyjë spaku të edhe t'i nxjerrë fundin e kjo që do bërë. Duhet në tuar faturat, shpenzimet, situacione, gjdo deal financiar, veprim financiar që është bërë, ata tani po akuzojnë njëri tjetrin për falsifikime, për futje parash të krimit, do me thonë, ata po nxjerrin nga sheri, nga zënka, po nxjerrin çfarë është bërë dhe si janë futur parat e aeroportit Vlorës. Ola, nëse ne shpallim non grada Iqbale Hudutin, nuk ta bën një dëm madh ajo Iqbalja. Dëmin na e bëjnë këta. Ne merremi me ato. Po pra, këtë kysh dhe ai është objekti i sigurisë kombëtare. Aeroporti është objekti i sigurisë kombëtare. Më mirë ta lënë Iqbalen të hyjë lart e portë. Pacolli mund na shpall ne personon grada, jo të shpallin ne. Iqbali është për bërë zhurmëlla, të mulojnë gjëra të tjera. Do me thënë, ju thoni mund të hanë dhe arbitrazhin dhe aeroport tuaj nuk mund të ketë gjitha të presim atëre këtu. Çdo ditë që vonohet hapja e aeroportit është një kosto financiare dhe dëm ekonomik që u fatërohet së pari taksapaguesve shqiptar, qytetarëve shqiptar. Atëre unë kam disa u merr shteti këtyre për çdo muaj vonesë. Gjop, 10.000 euro. 10.000 euro. Për çdo muaj vonesë nga fati i shkurtit që duhet. Atëre edhe një gjë tjetër kam unë. Ato nuk i paguajnë ata.